shkon koha dhe buxheti akoma nuk është i miratuar për sa i përket zgjedhjeve nga ana e qeverisë. Dezinformove publikun. Nuk është e vërtet çfarë the. Qeveria ka ndodhur që vitin e kaluar këtë buxhet. Po do të veç para publikut. Po nuk je zëdhënë si qeverisë o koleg. Po si je zëdhënë si anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kapim mbledhjen e 40 Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sot në 24 qershor 2025 me rend të propozuar të ditës. Kemi miratimin e proceduraleve të mbledhjeve të fundit. Po shkon koha dhe buxheti akoma nuk është i miratuar për sa i përket zgjedhjeve nga ana e qeverisë dhe mendoj që ju do duhet që t'jeni një komunikim direkt për faktin se mosmiratimi i shpejt i buxhetit rrezikon disa operacione zgjedhore e kryesisht operacione të cilat tashmë janë të reja, të futura në rregullore zgjedhore të cilat janë në shërbim të procesit dhe sidomos një procesi me integritet sa i përket votimit diasporës. Mos ndarja buxhetit me kohë mund të rrezikoj realizimin e këtyre operacioneve, kështu që mendoj që ju të duhej t'jeni në kontakt direkt me institucionet, me qeverinë, në mënyrë që ky buxhet të jetë sa më parë në llogarinë e këtij institucioni, në mënyrë që të ecin tutje të realizimit të procesit. Para s'është e vërtetë që qeveria s'ka do buxhet. Bile siç e cek shpesh kolegu Hamiti thotë që qeveria dhe jo vetëm kjo qeveri, po edhe të kaluamën, sidomos kjo spako për projektet teknologjisë dhe gjitha kërkesat që kemi pas kanë nda buxhet. Dhe buxheti për këto zgjedhje është tashmë i ndarë. Çështja është për kërkesat shtesë buxhetore që i kemi pas. Sepse buxheti po kërkesat shtesë buxhetore. Dhe për kërkesat shtesë buxhetore ne e dim kur e kemi bën një kërkesë të tillë. Nuk e di nëse ka një javë apo 7-10 ditë. 16 qershor, dhe më thonë gati 2 javëshi i është afru, dhe natyrisht që do të mbajt institucioni në komunikim për kërkesat shtesë buxhetore. Institucioni, sepse ky buxhet, koleg, ta kryur e pastaj unë është me marrë kone. Ma qëndrime politike, regull, gjysa dezinformata. Koleg, veç ta përfundoj, se kam veç ta përfundoj. Jo, shqetësimi ta që s'ka do qeveria buxhet të s'është vërtet. E para, shqetësimi është real. Pra me dezinformimi që e bone. Shqetësimi është real. E merë fjallën... Dezinformove publikun. Nuk është e vërtet çfarë the. Qeveria ka ndodhur që vitin e kaluar këtë buxhet. Edhe na kemi drejt me shfrytzu, me shpenzu. Jem kërkesa të reja buxhetore për shkak të dështimeve tona. Por ta përfundoj se unë pyetje veç pak. Po nuk je zëdhënë si qeverisë o koleg. Po si je zëdhënë si anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Se nuk mundesh si herën e kaluar me përdor edhe media të caktuara që kemi përdorur për me dezinformu. Si me ata kamionet e Serbisë që theshin që në konton. Jem kont KQZ-s e mediat e juaja caktuar disa që kemi dezinformuar opinionin. Jo, dëgjoj, unë juve ju adresova si çështje, nuk e kisha fjalën për buxhetin si tërësi, po kisha fjalën për buxhetin, kërkesat të veçanta, të cilat operacionet zgjedhore kemi normuar në rregullore të punës, të cilat synojmë me realizu për herë të parë në këtë zgjedhje. Nuk është buxheti i këtij institucioni të cilët e kemi kërkuar rregull që kur don e t'ju bien mend dikuj me trajtu. Duhet me urgjencë ky institucion me trajtu këtë çështje, ju personalisht zoti kryetar, në mënyrë që ai buxhet jetë sa më parë llogari të institucionit për mi zhvillu procedurat dhe operacioni me qenë i suksesshëm. Ky është synimi. Një prej kërkesave që është parashtruar qeverisë ka të bëjë me një software i cili neve na ka dështu dhe për cilin ne kemi pas mbështetje financiare. Dhe kjo është kërkesë e re. Dhe kur shfrytëzohet kjo kërkesë e re që ti duhet me shku në fundit edhe me justifikuar dhe publikun dhe jo vetë qeverinë, sepse po kërkon mjet të shtesë për një ofertë njëjtë që ka dështu, atëherë ti detyron me e thonë të publikisht, sepse po mundon me e godit dikon tjetër me dështimin tonë, me dështimin tonë. Pra edhe kërkesa tjera buxhetore janë nëse rezultati analizave që janë bën, po për kërkesa kryesore që ka të bëjë, që na merr kostën më të lartë është kërkesa cila ka të bëjë me një proces i cili na ka dështu neve
nuk i ka dështu qeverisë, dhe për cilin apo e kërkojmë, dhe unë i kërkoj ndihmën dhe mbështetjen e qeverisë, që nëse ka buxhet të na ndaj që ta kryejmë me sukses atë proces të ri, pra i cili ka dështu në zgjedhjet e kalume, dhe s'kemi mujt kemi hup edhe integritetin edhe kredibilitetin tonë, ashtu edhe besueshmërinë e publikut, ndosë s'ka ndodhur asgjë në praktikë. Por që për me kthy atë integritet, ajo ka kosto, por s'ka qenë para pame.